Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, mirë se erdhët në emisionin ton kushtuar litanive të Zojës së Bekuar. Sot do të ndalemi tek një nga titujt më të bukur dhe më domethënës të Marisë, Nëna e Këshillit të Mirë. Në jetën tonë të përditshme shpesh gjendemi përballë zgjedhjeve, vështirësive dhe udhkryqeve ku kemi nevojë për dritë, urtësi dhe drejtim. Në këto momente kisha nafton t'i drejtohemi Marisë, nënës që jo vetëm na dëgjon, por edhe na udhëheq me dashuri drejt së vërtetës dhe së mirës. Përmes reflektimit të sotëm, do të zbulojmë më thellë kuptimin e këtij titulli, rolin e saj si këshilltare dhe ndërmjetëse, si dhe mënyrën se si ajo mund të bëhet udhërefuesja jonë në rrugën e jetës. Këshilli dhe drejtësia janë të mijat, lexojmë tek libri i fjalëve të urta. Mendimet e saj janë më të gjera se deti dhe këshillat e saj më të thella se oqeani i madh. Ajo shihet lehtë nga ata që e duan dhe gjendet nga ata që e kërkojnë, lexojmë tek libri i urtisë. Avokate dhe këshilltare. Një nga titujt më të bukur të Zojës në Salve Regina është Nëna jon avokate. Ky titull është i pasur me domethënie. Avokate do të thotë ajo që thirrët në ndihmë, ajo që mbron çështjen e tjetrit, ashtu si avokati në gjykat, ajo që përkrah një kauzë me argument, ndërmjetëse, këshilltare dhe ndërmjetëse lutjeje. Në këtë kuptim shihen lehtë implikimet të shumta të këtij titulli, të zbatuar për Zojën tonë, avokatën tonë, këshilltaren tonë, nënën e Këshillit të Mirë. Edhe pse ky titull është relativisht i vonshëm në litanit, thelbi i tij ka qenë gjithmonë në kishë nga fillimet e saj. Salve Regina vjen nga shekulli XI, por përdorimi i titullit avokatja jon shkon deri te etrit e kishës, të cilët në shumë shkrime gëzoheshin duke theksuar fuqinë e saj të madhe, ndërmjetësuese dhe ndikimin e saj te Zoti. Siç thot Dante, pra, hiri duhet fituar së pari, hirin e saj, fuqia së cilës të mbron ty, kërkoje në lutje. Shtesë e vonshme në litani. Titulli Nëna e Këshillit të Mirë u shtua në litani me 22 prill të vitit 1903 nga Kongregata e Riteve, nën Papën Leo i XIII, i cili kishte një devocion të madh ndaj figurës së saj me këtë titull. Si zhvillohen gjërat në kishë shihet qartë në këtë rast. Historia e figurës së mrekullueshme të Nënës së Këshillit të Mirë është shumë e bukur. Në një qytet të vogël rreth 25 milje në juglindje të Romës, të quajtur Gjenacan, në kohën pagane ekzistonte një vend i njohur adhurimi për Venusin, por në shekullin e 4 u ndërtua aty një kishë për nder të Zojës, e quajtur Kisha e Virgjërës, Nënës së Këshillit të Mirë. Me kalimin e kohës, kjo kishë u rrënua pothuajse plotësisht, derisa në shekullin e 15 një grua e devotshme dha gjithçka që kishte për restaurimin e saj. Ndërkohë në Shkodër të Shqipërisë, që në shekullin e 10 ekzistonte një kishë e vogël kushtuar lajmërimit, ku ndodhej një pikturë shumë e lashtë e Zojës së Bekuar, e cila thuhej se ishte sjellë në mënyrë të mrekullueshme. Kur kërcënimi i turqëve u shtua, thuhet se piktura u mbulua nga një re e bardhë dhe më pas u zhvendos në ajër drejt Romës, sikur të mbahej nga duar të padukshme.
Madonna nga Parajsa. Më 25 prill të vitit 1467, të dielën një turme madhe ishte mbledhur në kishën e vogël të Gjenacanos për festën vjetore të nënës së Këshillit të Mirë. Pa pritur ata pa një re të bardhë që zbriste drejt kishës, ndërsa në qiell dëgjohej muzikë mrekullueshme. Këmbanat e vjetra të kishës filluan të binin vetvetiu, të pasuara nga të gjitha këmbanat e qytetit. Reja u shtuk dhe mbi murin e kapelës së vogël të Shën Blaizit u pa një pikturë e shenjtë që qëndronte në ajër, pa u mbajtur nga asgjë njerëzore. Populli e pa me frikë dhe me gëzim. Në një frymëzimi e quajtën atë Madonna nga Parajsa. Kisha u restaurua plotësisht dhe kapela u bë një vend i shenjtë i madh për këtë dhuratë nga qielli. Piktura u njoh më pas si e nënës së Këshillit të Mirë dhe u bë vend i shumë mrekullive dhe pelegrinazheve të vazhdueshme. Këshilltarja e papëve. Nëna e Këshillit të Mirë ka një kuptim të veçantë për papën, i cili ka nevojë për urtësi në qeverisjen e gjithë njerëzimit. Papa Leoni XIII i dha nderime të mëdha, miratoi skapularin e saj dhe ishte i pari që e mbajti. Ai kishte devocion të madh për figurën dhe mbante një kopje të saj në tryezën e tij. Ai shkroi mbi një kopje të saj fjalët e shkrimit: "Biri im, dëgjo këshillat e saj." Siç u përmend, ai shtoi gjithashtu titullin Nëna e Këshillit të Mirë në litanitë e Zojës. Ne duhet i jemi mirënjohës Papa Leonit të 13 për këtë dhuratë. Është një titull me shumë domethënie për ne. Kisha e ka vullosur këtë titull jo vetëm në litani, por edhe në meshën e festës së Nënës së Këshillit të Mirë. Në gradualin e meshës zbatohen fjalët e fjalëve të urta. Unë urtësia banoj në këshill dhe jam e pranishme në mendimet e ditura. Dhe në Psalmin 8, këshilli dhe drejtësia janë të mijat. Këshilla hyjnore. Profeti Izaia flet për Mesin si engjëlli i Këshillit të Madh, domethënë lajmtari i Zotit, i dërguar për të përmbushur dekretin e shëlbimit të njeriut. Maria, nëna e engjëllit të Këshillit të Madh, duhet të mendohet se ka pasur një njohje më të thellë se çdo mendje tjetër e krijuar mbi arsyet pse pasioni dhe vdekja e shpëtimtarit u zgjodhen si mjeti për shëlbimin e njerëzimit. Krenaria duhej të shlyhej me përvujtri, mosbindja me bindje deri në vdekje, kënaqësia mëkatare me vuajtje. Në këtë mënyrë, njerëzit do të kuptonin më thellë qëllimin e ekzistencës së tyre, do të bënin pendes për mëkatet dhe do të përpiqeshin për shenjtëritë e jetës. Jeta e Marisë tregon se ajo e kuptoi plotësisht këtë këshill hyjnore. Në lajmërim ajo ka vetëm një pyetje: si do të ndodhë kjo? Ajo e sheh në varfërinë e Betlehemit dhe në ikjen në Egjipt këshillën hyjnore dhe i përshtatet me gëzim pa u ankuar. Ajo nuk lëkundet në përkushtimin e saj të plot ndaj Zotit, kur Simeoni i thot se një shpatë dhimbjesh do t'i shpojë zemrën, dhe e ruan këtë qëndrim mendje e vullneti deri në përmbushje në kalvar. Kështu duke e kuptuar këshillën hyjnore dhe duke jetuar sipas saj, ajo është e kualifikuar për të kundërshtuar veprën e Evës, e cila dëgjoi shpirtin e keq dhe me këshillën e saj ndaj Adamit solli shkatrim dhe vdekje për gjithë racën njerëzore.
Kush nuk ka nevojë për këshill? Ne gjithmonë kemi nevojë për këshill. Ka 1000 probleme që duhet i zgjidhim, 1000 nyje që duhet i zgjidhim, 1000 vështirësi nga cilat kërkojmë të shpëtojmë, 1000 udhkryqe kur duhet të zgjedhim rrugën. Nuk janë vetëm problemet shpirtërore. Në përditshmëri kemi nevojë për dikë që të na tregojë çfarë të bëjmë, për ushqimin, strehimin, veshjen dhe mbi të gjitha për paqen e shpirtit. Askush nuk mund të na këshillojë më mirë se ajo që i ka përjetuar vetë këto gjëra. Asaj jeta nuk i ka qenë as pak e lehtë. Ne shpesh e imagjinojmë gabimisht Marinën Nazaret dhe Betlehem me duar të kryqëzuara, pa asgjë për të bërë veç se të dëgjoj engjëjt. Ajo i dëgjonte engjëjt gjithmonë, por duhej edhe të punonte për jetesë. Kishte familjen e saj, Jezusin dhe Jozefin, për të kujdesur, të merrte ujë, të gatunte, të lante rrobat. Ajo kishte si ne të gjithë betejën e saj për ekzistencë. Prandaj i kupton nevojat e fëmijëve të saj dhe nëse i kërkojmë ajo na tregon. Unë e bëra kështu. Nën, më thuaj çfarë të bëj dhe ajo do të na tregoj. Mjafton ta kërkojmë. Këshilltarja jon ligjore për para Zotit. Nëna e këshillit të mirë është vetëm një kombinim i ri fjalësh për të shprehur një ide shumë të vjetër. Edhe vetë titulli mund të gjërmohet deri te profeti Isaia. Në kapitullin e 9 rreshtit 6 lexojmë: sepse na lindi një fëmijë, na u dha një bir dhe qeverisja do të jetë mbi supin e tij. Dhe emri i tij do të quhet Këshilltari Mrekullueshëm, Zot i Fuqishëm, Atë i përjetësisë së ardhshme, Princ i Paqes. Ajo, nëna e Këshilltarit të Madh, është bashkëpunëtore e tij në këshill. Ajo është nusja e Shpirtit të Shenjtë, Paraklitit, Avokatit. Këshilla ishte e saj në një shkallë të jashtëzakonshme, sepse që nga fillimi i ekzistencës së saj në ngjizjen e papërlyer, ajo kishte urtësinë që e bënte të aftë për këtë detyrë avokate. Nuk do të hym këtu në diskutime mbi njohurinë e Marisë. Mjafton të thuhet se është mësim i përgjithshëm i kishës, se ajo kishte përdorimin e arsyes që në fillim, një njohuri të dhuruar drejt për drejt nga Zoti, njohuri e futur në shpirt, në dallim nga njohuria e fituar me përpjekje personale. Duke i shtuar kësaj njohurie të dhuruar, njohurinë e saj të fituar, plotësinë e hirit, rritjen në hir, pjesëmarrjen në shërbim, pjesëmarrjen në veprën e birit të saj, këshilltarit pjesëmarrjen në lumturinë e përjetshme. Nëse i mbledhim të gjitha dhe i shumëzojmë pafundësisht, atëherë kemi një ide të vogël për aftësinë e saj për të zgjedhur si këshilltarja jon. Është një shprehje e vjetër në gjyq. Gjej një avokat të mirë, dhe sigurisht ne kemi zgjedhur më të mirën, Marinë. Këshilla jon shpirtërore. Në kolektën e meshës për festën e nënës së Këshillit të Mirë, Kisha e Shenjtë lutet: O Zot, që na jep nënën e birit tënd të dashur, për të qenë nëna jon, dhe që ke dashur të nderosh pikturën e saj të bukur me një shenjë të mrekullueshme. Jep, po të lutemi, që duke u mbështetur gjithmonë në këshillat e saj, të mund të jetojmë sipas zemrës sate dhe të fitojmë me lumturi atë dheun qiellor. Maria është në thelb shpirtërore. Ajo është këshilltarja jon më e mirë në gjërat shpirtërore, ndërsa qëndrojmë në udhkryqet e jetës dhe kërkojmë rrugën që çon në jetën e përjetshme. Ajo nuk është vetëm aty për të treguar rrugën e drejtë, por është e gatshme të ecë me ne, të marrë mbi vete barrën e drejtimit të hapave tanë dhe madje të na mbaj kur lodhemi. Kështu nuk ka asnjë kuptim të fjalës këshill që të mos theksohet në të, dhe bukuria e saj është se ajo është këshilltare jo për prokurorin,
por këshilltare për mbrojtjen. Ajo është ndërmjetësia jonë, ajo e studion mirë çështjen tonë, ajo përdor gjithë oratorin dhe fuqinë e saj të bindjes para atij që ka një çështje kaq të fortë kundër nesh. Ne e dim se kemi një çështje shumë të dobët, e dim se po të gjykohej vetëm mbi meritat tona do të humbnim, por ajo i njeh pendesat tona dhe është e gatshme të dalë për ne në gjyq. Të kesh një mik në gjykat është një hap i madh drejt mëshirës së mbretit. Dhe me këtë Ester të re pranë gjykatës për të ndërmjetësuar për ne ndjejmë se çështja jonë do të përfundojë në favorin ton, sapo të gjykohet, sepse jemi me fat që kemi nënën e këshillit të mirë si këshilltarën ton të caktuar nga vetë gjykata. Ne nuk kemi asgjë me të cilën të paguajmë një këshilltar të tillë, por ajo e quan pagesë të mjaftueshme pendesën dhe dashurinë tonë, pasi të ketë siguruar zgjidhjen e çështjes sonë. Newman shprehet me bukuri kur shkruan: "Kam një besim të thjeshtë në gjithëpushtetshmërinë e ndërmjetësimit të saj." Ne dhe këshilla. Njerëzit japin këshilla kudo, shpesh për gjëra që i kuptojnë pak. Lajmtarët e së keqes janë gjithmonë në kërkem për të quar të pamenduarit në rrugë të rrezikshme, ndërsa vetë besimi ynë dhe nxitimi natyror na bojnë të paduruar për të kërkuar mendimin e të urtëve dhe të përvojës, i cili ndoshta nga brenda nesh e dim se nuk përputhet me dëshirat tona. Dhe kështu ne nxitojmë pa kujdes duke dëgjuar vetëm ata që na pëlqejnë dhe që nuk e kanë interesin ton të vërtet në zemër, por ndoshta vetëm na lajkaton ose na shtyn për përfitimet e tyre. Sa jetë janë shkatruar, sa shtëpi janë bërë të mjerueshme dhe sa shpirtra janë humbur për shkak të mungesës së këshillës. Ne si katolik nuk duhet të mjaftohemi me këshillën e botës, por të kërkojmë atë që është e mirë dhe e drejtë përpara Zotit. Prandaj duhet i drejtohemi nënës së ëmbël të këshillit të mirë, pranë së cilës biri i saj hynor, urtësia e pafundme, është si një fëmijë që i përshpërit në vesh fjalët që ajo përcjell atyre që i drejtohen asaj. Ajo jo vetëm që i pret ata që ka nevojë për të, por në librin e urtisë thuhet se ajo shkon duke kërkuar ata që janë të denjë për të, dhe u shfaqet atyre me gëzim në rrugët e jetës. Ai që ndjek atë dhe mediton mbi rrugët e saj, do të pushojë në lavdinë e saj. Edhe ata që janë të vendosur në rrugët e Zotit ka nevojë për nënën e këshillit të mirë, sepse kush është aq i urtë sa të di gjithmonë zgjidhjen më të mirë midis dy të mirave, prandaj le t'i drejtohemi asaj. Nëna ime më jep këshill të mirë, më thuaj çfarë të bëj. Ajo është nëna e dritës, nusja e shpirtit të shenjtë, dhuratat e të cilës na udhëheqin. Sidomos ata që udhëheqin të tjerët kanë nevojë për këtë lutje të përulur. Edhe papët e kanë treguar këtë shembull duke u drejtuar asaj për dritë dhe udhëzim në përgjegjësitë e tyre të mëdha. Le të imitojmë këtë besim në Marin dhe të kujtojmë fjalët e Shkrimit shenjtë. Kush banon pranë saj do të gjej paqe dhe të mira të përjetshme. Ai do të mbrohet në hijen e saj dhe do të pushojë në lavdinë e saj. Po, nën e këshillit të mirë, aty dua të banoj pranë teje, që gjithmonë të më udhëzosh dhe që në këtë jetë të ecë me urtësi dhe të mos i humbas të mirat e amshueshme. O Zot, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, dëgjona ne. O Krisht, dëgjona ne. Ati prej qiellit hy. Ki mëshirë për ne. Biri shëlbues i botës hy. Ki mëshirë për ne. Shpirti shenjtë hy.
Ki mëshirë për ne. Trinia e shenjtë njëi vetmi hy. Ki mëshirë për ne. Shenjtja Mari. Loto për ne. Shenjtja Nënë e Hyjit. Loto për ne. Shenjtja Virgjëra e Virgjërave. Loto për ne. Nëna e Krishtit. Loto për ne. Nëna e Kishës. Loto për ne. Nëna e hirit të hynushëm. Loto për ne. Nëna e kulluar. Loto për ne. Nëna krejt e pastër. Loto për ne. Nëna e papërlyer. Loto për ne. Nëna e paprishur. Loto për ne. Nëna e dashur. Loto për ne. Nëna e mrekullueshme. Loto për ne. Nëna e këshillit të mirë. Loto për ne. Nëna e krijuesit. Loto për ne. Nëna e shëlbuesit. Loto për ne. Virgjëra e nderueshme. Loto për ne. Virgjëra e lavdëruar. Loto për ne. Virgjëra e pushtetshme. Loto për ne. Virgjëra e mëshirshme. Loto për ne. Virgjëra besnike. Loto për ne. Pasqyrë drejtësie. Loto për ne. Selia e dijes. Loto për ne. Shkaku i gëzimit ton. Loto për ne. Visari përshpirtshëm. Loto për ne. Visari nderueshëm. Loto për ne. Visari zgjedhur për shpirtërie. Loto për ne. Drandofilja e mrekullueshme. Loto për ne. Kulla e Davidit. Loto për ne. Kulla e Fildesht. Loto për ne. Shtëpia e artë. Loto për ne. Arka i beslidhjes. Loto për ne. Dera e qiellit. Loto për ne. Ylli i mëngjesit. Loto për ne. Shëndeti të sëmurve. Loto për ne. Streha e mëkatarve. Loto për ne. Ngushëllimi i të pikëlluarve. Loto për ne. Ndihma e të krishterëve. Loto për ne. Mbretëresha e engjëjve. Loto për ne. Mbretëresha patriarkëve. Loto për ne. Mbretëresha e profetëve. Loto për ne. Mbretëresha e apostujve. Loto për ne. Mbretëresha e dëshmorëve. Loto për ne. Mbretëresha e dëshmitarëve. Loto për ne. Mbretëresha e virgjërave. Loto për ne. Mbretëresha e të gjithë shenjtërve. Loto për ne. Mbretëresha e zënë pa mëkat të rjedhshëm. Loto për ne. Mbretëresha e ngjitur në qiell. Loto për ne. Mbretëresha e shenjtës ruzare. Loto për ne. Mbretëresha e paqes. Loto për ne. O qengji hyj që shlyen mëkatet e botës. Na fal ne, o Zot. O qengji hyj që shlyen mëkatet e botës. Dëgjona ne, o Zot. O qengji hyj që shlyen mëkatet e botës. Ki mëshirë për ne. Në mbrojtjen tënde, po nga si moshenjtja Nëna e Hyjit, mos na i përbuz lutjet ndër nevojat tona, por o Virgjëra e lume dhe e bekuar, na shpëto për herë prej të gjitha rreziqesh. Zoja jonë dhe ndërmjetëse e jona, me birin tënd na pajto, birin tënd na porosit, ndërduar të birit tënd na lësho. Lutu për ne e shenjtja Nënë e Hyjit. Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. Jepna ne shërptorëve të tu, po të lutemi o Zot, ti gëzohemi për herë shëndetit të shpirtit dhe të trupit, e në për ndërmjetësi të së madhërishmës dhe gjithmonë Virgjërës Mari, ti shpëtojmë trishtimit të tashëm dhe ti gëzohemi gazmendit të amshuar, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ndërsa përfundojmë këtë reflektim mbi Nënën e Këshillit të Mirë, jemi të ftuar ta mbajmë gjallë në zemrat tona këtë besim të thjeshtë, por të fuqishëm, se nuk jemi kur vetëm në udhëtimin ton. Maria, nëna jon, është gjithmonë pranesh për të na udhëzuar, për të na këshilluar dhe për të ndërmjetësuar për ne pranë hyjit. Mjafton të drejtohemi me përullësi dhe besim duke i thënë: Nën e dashur, më trego rrugën e drejtë. Le ta bëjmë këtë lutje pjesë të përditshmërisë sonë, që në çdo vendim dhe në çdo hap të jetës të ecim me urtësi dhe paqe. Nëna e Këshillit të Mirë, luto për ne.